kohë miqdashur, ku gjithçka ndryshon me shpejtësi marramendse, duket sikur sikur çdo ditë po jetojmë mes dy botëve. Në një botë që kërkon të ecën përpara, të modernizohemi, të përshtatemi me ritmin e teknologjisë dhe të globalizmit, dhe në një botë tjetër që na tërheq pas kujtimeve, zakoneve, traditës dhe se si jemi rritur. Unë të doja nga regjia që t'japim edhe disa pamje për t'i kujtuar, falenderit shumë, se jeni fantastik. Pra sot miqdashur, në emisionin 9:11, do të hapim një temë që prek pothuajse çdo familje, çdo brez dhe çdo shtëpi. Modernizimi përballë traditës ose kundër traditës. Apo ndryshojmë si njerëz, apo vetëm po ndryshon mënyra se si jetojmë. Apo bëhemi më të lirë, apo më të largët me njëri tjetrin. Sepse dikur familjet rinin bashkë në sofër. Sot fatkeqësisht secili rinë në telefonin e vet dhe sikur po avullon ai bashkësia kur po rinin në sofër si dikur. Dikur fjala ishte liq. Ndërsa sot brezat përplasen për mënyrën se si duhet jetuar jeta. Dikur turpi, sigurisht, nga shoqëria, ruhej. Ndërsa sot, fatkeqësisht, shumë njerëz jetojnë, do ta quaja për pëlqimet në rrjetet sociale. Dhe pyetja ime është, a është modernizimi fajtor për gjithçka? Sepse fal modernizimit kemi më shumë mundësi, sigurisht, më shumë informacione, më shumë liri për të zgjedhur jetën që duam. Në përgjithësi, vajzat sot, për shembull, kanë më shumë liri për të studiuar, më shumë. Të rinj të rinia në përgjithësi lidhet me botën më shpejt. Njerëzit kanë filluar që të hapin, të flasin ose të diskutojnë më hapur për problemet e tyre. Sigurisht që modernizimi ka sjellur zhvillim, por njëkohësisht edhe një ndjenjë boshllëku tek shumë njerëz. Në ndërkohë që tradita vazhdon të mbetet streha ku shumë njerëz dihen të sigurt, sepse ajo ruan identitetin, ruan gjuhën, ruan familjen, ruan edhe ndjenjën e përkatësisë. Por ndonjëherë tradita është përdorur edhe si presion, për të gjykuar, kufizuar apo për të friksuar njerëzit që duan të jetojnë ndryshe. Sot të jemi të realt, shumë të rinj ndihen të ndarë mes asaj që duan dhe asaj që duhet të bëjnë sipas familjes apo shoqërisë. Sepse shumë prindër mendojnë sot se po e humbin kontrollin mbi fëmijët e tyre. Dhe shumë të moshuar kanë ndjesinë se bota po ecën aq shpejt saqë askush nuk ka më kohë për njerëzit. Pra, a kemi humbur respektin apo vetëm ka ndryshuar mënyra se si e tregojmë atë? Apo jetojmë më mirë se dikur sot, apo ndoshta mund të themi më shpejt. Dhe pyetja më e madhe është se si ne të ecim përpara, por pa harruar se kush jemi. Kështu që të dashur shikues, na shkruani sot se çfarë mendoni se kemi humbur nga tradita dhe çfarë na ka sjell modernizimi në jetët tonë. Unë me kaq do ta përmbyll këtë hyrjen e emisionit për ditën e sotme, duke shpresuar që të gjejmë gjëra të arsyeshme për të diskutuar bashkarisht, sepse të gjithë e dim që
modernizimi ka sjell shumë gjëra të mira në botë. Ka sjell zhvillimin teknologjik, mënyrën moderne të jetesës, ka sjell flasim globalizimin, rrjetet sociale, por edhe ndryshimin e rolit në familje. Sot do të flasim lidhje me këtë temë, unë besoj dhe shpresoj që të diskutojmë. Po mundohemi që këtu në prapavi për t'i rikujtuar gjërat e vjetra, gjërat arkaike të cilat dikur i kemi patur miqdash, të cilat janë krijuar në të shumtën e rasteve nga zanatçinë të vjetër, të cilët fatkeqësisht sot nuk i kemi më, po zhduken me nuk kemi më qirak të rinj të cilët do t'i trashëgojmë. Unë shpesh e kam thënë në emision, disa herë kemi thënë që pa zanat, pasi të zhdukemi ne nga sipërfaqja e dheut, kur do bëhen hulumtime të shumta arkeologjike, ne do t'jemi ata fajtorët që arkeologët pas 200-300 viteve do të kenë një hapësirë në tokë të çuditshme, sepse do thonë pse këta njerëz nuk kanë patur zanate, nuk kanë patur artefakte të cilët do të dëshmojmë që kemi ekzistuar. Dhe unë mendoj që kjo çështja e modernizimit sot që po evoluon me hapa shumë të shpejt, po na bën paksa pasiv, po na bën paksa më primitiv për ata kur do na hulumtojnë pas 300-500 viteve. Të parat tanë kanë lënë shumë në tokë dhe që sot ne i dëshmojmë gjëra sepse jemi këtu që moti, sepse kemi lënë gjurmë. Ndërsa ne si gjenerata e ndjejmë veten fajtor që nuk do t'ju lëmë asnjë gjurmë pasardhësve tanë. A do ta shkrim historinë pa vetdije, duke u marrë me modernizimin, apo jo? Kemi shumë pyetje të cilat duhet i parashtrojmë, ndoshta edhe ndonjëherë duhet të vëdësohemi si shoqëri për t'i rregulluar këtë çështje, por kjo është gjendja faktike e shoqërisë sonë, të cilën unë jam tmerrsisht i friksuar për një të ardhme të afërt. Nëse do doja të flasim edhe për emocionet e shumta që na japin edhe një mulli, sigurisht që e keni përjetuar, sot të gjithë kemi mielli në shtëpi. Por kur shkojmë në një mulli të dikurshëm që funksiononte me ujë, ka një emocion tjetër, ka një aromë tjetër. Dy gurë të cilët po rrotullohen dhe bënin mbluajtjen e miellit. Dikur sot mund t'i kemi shumë të sofistikuar edhe aparatet e kafes për shembull në përgjithësi. Por dikur kur ishte ai mulliri në dorë ose kafja që piqej në mangall dikur, kishte një atmosferë komplet ndryshe. Edhe emocionin që i kishim ata të dikurshme, të cilët u modernizuam dhe i hodhëm, sepse për ta pastruar oborin ton, për të modernizuar me hapa të shpejt, sot sikur po na mungojnë, sikur po mungon emocioni. Çdo gjë kemi. Dikur s'kishin asnjë gjë, shumë pak kishin, por kishin harmoni. Sot çdo gjë kemi, pasuri kemi, por na mungon harmonia. Kështu që miqdashur, tema e ditës të sotme, mes zakoneve të vjetra dhe jetës moderne. Tradicionalja përballë kësaj modernes. Besoj dhe shpresoj që është një temë që na emocionon të gjithëve, edhe do doja që të diskutonim në lidhje me këtë. Kur ishte më mirë? Dhe si duhet të përmirësohemi për ta bërë këtë të ardhmen tonë të afërt edhe më të mirë.